Situata e zjarreve në vend paraqiten në përmirësim. Nga 10 vatra të raportuara gjatë ditës 4 mbeten aktive, ndërsa 6 të tjera janë nën mbikëqyrje. Në Puk, situata në Gojan Gjegjan ka shënuar përmirësim të ndjeshëm. Vatrat në Gjegjan, Gojan të vogël dhe Gojan të madh janë izoluar, ndërsa vijon kontrolli i vijës së zjarrit për të parandaluar riaktivizimet. Ndërkohë, në Prozhe mbetet aktive një vatër në sipërfaqe pyjore, por aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Në Mirdit vijon operacioni për shuarjen e flakëve në zonën 7-10, ku nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Por ndërhyrja është shoqëruar edhe me një incident. Një 28 vjeçar efektiv i forcave të armatosura, Andrea Kaçi, është dëmtuar gjatë operacionit dhe ka përfunduar në spitalin e traumës. Sipas informacioneve, ushtari është goditur nga pjesa metalike e një tubi me diametër 120 mm që ka plasur gjatë furnizimit me ujë të një automjeti zjarfikës. Pjesa metalike është shkëputur nga presioni dhe e ka goditur të riun, duke i shkaktuar dëmtime në kokë. Ai është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet në gjendje të stabilizuar, ndërsa po i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore. Në spitalin e traumës ka shkuar edhe ministri i mbrojtjes Erman Nufi për ta vizituar. Ndërkohë, në malin e Dajtit vijon ndërhyrja nga toka dhe ajri me 60 forca në terren, një helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Edhe këtu nuk ka rrezik për zonat e banuara. Zjarri në Dukat është shuar plotësisht, ndërsa vatrat e tjera në territor vijojnë të mbahen në mbikëqyrje. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe strukturat e emergjencave mbeten në gatishmëri me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve. Në terren janë angazhuar 332 forca operacionale dhe 15 automjete zjarfikse të mbështetura nga 150 efektiv të forcave të armatosura. 3 mjete zjarfikse, 1 eskavator i rënd, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor.